Arbër? Ndiqeni pak më shumë kërë. Çka do thoshe se... Do thoja... Për RTV. Do thoja këte që jemi 5 veta këtu, që po mundohemi të shpjegojmë një zonje që paguhet me taksat tona, që biseda bëhet me radhë. Arbër, ne flasim për publikun. Pas këti problemin o Arbër. Gjithë problemi Shqipërisë këtu është s'ma... Tani popullata Arbër shikon... Popullata shikon dhe shkruan. Ofenduese... Ja, ta mbaroj. Sara. Lutem, po. Dhe në parlamentin... Arbër, jo, të lutem. Për ato tavolinës. Po, zonja Mila në librin e edukatës qytetare, në vitin e parë gjimnaz, mësohet rregullat e bisedës me radhë. Dhe ju me sa duket se keni kuptuar akoma. Dhe ju sa po morët 10 minuta ko, vetëm të merreni me këtë muhabet, se nuk keni çfarë tjetër të Ai s'ka folur 1 minutë. Po, kush? Ky? Po të flasë, pra mos merret me mua. Po ti se leme? Po unë s'fola fare, ma. Ti pagues me taksat e mia, zonë. Kjo s'ka edukata, unë s'fola fare. Si tu s'fola fare, Sara? Nuk i fola tani, më zotri, nuk i ndërhyra. Mori fjalën dhe u mor me mua. E kupton çfarë po të them apo jo? Ti pagues mos u mor me ty, ajo thot. Me mua. Tha jemi 5 veta këtu, tha, po edukojmë durimin e ku diun çfarë tha. Po 5 veta dhe gabim për konsumeri. Dhe nuk po ja dalin dot. A mund të vazhdosh, Sara, të lutem, a mund të vazhdosh, Arbër? Unë e them këtë që thash sepse zonja paguhet me taksat tona. Në Parlamentin Evropian... Jo, me sa duket, jo, po duhet ta shpjegojmë patjetër. Është apasionuar pas meje, sot ka shumë qeft merret. Po. Fol mor zotri. Në Parlamentin Evropian, në qoftë se ju i ndërprisni fjalën deputetëve, kryetari i parlamentit ju nxjerr për jashtë, në qoftë se sillni institucioni si Ti po më thotë nxjerr unë jashtë të bëni vetëm ju këtu fjala. Jo. Ajo është mbledhja juaj pastaj. Do flasim pak më radhë. Unë e kam thirrur për të është minimumi. Për të debatuar. Megjithëse kjo nuk duhet të ndërhyj. Patjetër. Mbaroj njeri ti ndërhyjte të katërt. Por me lërë të mbaroj tani. Drejtaj se vazhdo. Po se ti them aty të fikin dritat pra. Po thuaj të fikin. Qeveria në shumë mund t'ju thuash ti aty. Se mërziten. Po, tani... Arbër po. Po, para 2 javë pas protestës, pasi protesta kishe filluar, Parlamenti Evropian i ka sqaruar e bardha mbi zezë me rezolut qeverisë shqiptare që duhet të anulloj urgjent ligjin për zonat e mbrojtura. Është e vërtet. Është e vërtet 100%. Është e vërtet. Është e vërtet. Hajde ta vërtetojmë bashkë dhe ta shohim kush do një unë. A mund ta e ke aty e lexon? Doni ta lexoj tani? Po. Po, nuk e kam tu para meje, po nëse nuk e keni parë, nëse nuk e dini këtë lajm tani për çfarë po flasim, nëse nuk e di mas këtë. Ore, po flasim me njerëzit, Arbër, po flasim me njerëzit. A mund të thuash njerëzve? Parlamenti Evropian thot, 2 pika. Po, një rezolut e cila... Jo. Doni t'ja u citoj, mirë. Vazhdo, më jepni 1 minutë kohë dhe t'ja unë gjithë t'ja u citoj. Bukur. Dhe, më jepni 1 minutë, atëhere vazhdoni flisni. Ju pas 1 minutë e ktheuni prapë të pas 1 minutë, po. Tani shiko, të vendosim i rregull të kjo pjesin e kam betur. Nuk flas fare unë, u vendos rregulli. Flasin këta dhe unë do të dëgjoj. Jo. Ose ti ki fare unë dhe të flasin këta. Jo, ti do flasë. Po jo më mirë kështu, se i shoki i irriton. Ti respektojmë, ti respektojmë. Se nga që të mbarojnë, ja të lutem. Rilsat e Instagramit, prandaj. Ti respektojmë. Një sekundë, ja të lutem. Tani, për të plotësuar kjo minuta që dëshi Arbëri, një tjetër çështje që ju të mendoni tani ta fokusoni dhe do të vijoj Arbëri pasi na lexoj atë. Një tjetër çështje që ka nxitur reagimet shumëta është bombardimi i disa bizneseve me review negative. Bëhet fjalë për bizneset e personave që perceptohen si të lidhur me qeverinë apo që janë pranë ose pro qeverisë, gjë që ndodh në gjithë botën. Kjo, mund të jenë pro, mund të jenë kundër, ka shumë, po bizneset përgjithësi në vendet e Evropës lindore, nuk dua të justifikoj të gjithë, janë puq me qeverinë sepse nuk quhen biznesmen, po nuk bashkëjetuan me qeverinë. Dhe në këtë pikpamje ka ndodhur ky fenomen, janë sulmuar ato, si të lidhur me qeverinë apo që janë pro-qeveristash. Tani, zonja Vatnikoj dhe zoti Leshi në qoftë se mbaroj atë, si ka nisur kjo fushata? Jeni dakord me të? Çfarë qëllimi ka? Google ka investiguar këtë gjë tani dhe i ka kthyer një pjesë madhe të reviewve. Ja u ka kthyer të zotërve që i kishin për pronat e tyre. Tani, si ka ndodhur kjo dhe ju, a jeni në dieni dhe dakord me këtë gjë?
Arbre gjete... Po e gjeta. Cue? Më dëgjoni. Rezoluta bën thirrje për vendosjen e menjëhershme të një moratorium. Çfarë rezoluta? Një minutë. Jo, Pixpari thot këtë. Po e thua ti me? Po jo ta thot ai se ai po lexon. Po nuk do ta thot ai se ai ka qëllimet e veta. Ti për qëllimet e tua. Po pra. Na lodhët. Amendimet në pikat 47, 48, 49, Parlamenti Evropian shpreh keqardhje të thellë për faktin që ligji për investime strategjike. Është me ligjërat drejtë. Tani ata lexoj apo do? Po lexon. E mo këtë më lexo pra. Parlamenti Evropian thot 2 pika. Po. Thekson se Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Shqipërinë kundër veprimeve që mund të ndikojnë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE, në kushtet e protestave kombëtare që po zhvillohen për shkak të një projekti luksoz zhvillimi në shkallë të gjerë. Është e vërtetë. Si s'është e vërtetë? Kjo e luksozës nuk është, nuk ka kaluar. Jo. A mundet o zotëri të thash një gjë shumë thjesht? A më citon dot me ligjërat të drejtë që ka thënë Parlamenti Evropian, se këtu kemi një klasë politike aq charlatane, të majtë dhe të djathtë, sa e marrin atë dhe e bëjnë si që do të kevi njëzë dhe tjetës palë. Me ligjërat të drejtë, ditë më thuash? Po, Parlamenti Evropian... Po që se kemi lere dhe vazhdojmë atë qënisa. Atëherë gjo, Parlamenti Evropian u bën thirrje autoriteteve shqiptare që të vendosin me njëherë një moratorium për gjithë procedurat e reja të lejeve, punimet e ndërtimit dhe ndërhyrjet e zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa dispozitat e papajtueshme të ligjit të ndryshuar për zonat e mbrojtura të jenë shfuqizuar në përputhje me kërkesat afatgjate të Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian dhe me kriteret e mbylljes së kapitullit 27. Keni gjo për të thonë zonja deputete? Po lexon amendamentin. Jo, e para punës njerë. E para punës njerë. E para punës, a më më folë si gangstere këtu bolsën a lodhe, për zonë. Baj që ka të gjuën, edhe së përkonti mu kur qëtëson dhe kur qëtëson, se nuk kam rënë dorën tate të qëtëson mësë jonë. E para kjo. Dhe mua, si zonjë, mos gudzo më të më drejtosh në atë mënyrë. E para, e dyta. Amendamentin, po lexon amendamentin që është quar, apo po lexon atë që ka votuar eurodeputetët dhe kanë bërë pjesë të rezolutës. Këtë shpjegoj çik shqiptarëve. Lexova rezolutën e Parlamentit Evropian. Hape lexoj në qoftë se e keni lexuar ju, se ju jeni deputete. A di çfarë? A di çfarë? Jo, nuk e çon tregon. Dgjoj këtu tani, dgjoj se të dgjova mjaft, nuk të dgjoj më. Ikim nga ky moment, ju lutem. Të lutem dëgjoj. Po pra, nuk të dgjoj fare. Të lutem, edhe herë, zonja deputete, pjesa e parë, zonja deputete, që të gjitha kriteret të cilat duhet të përmbushi Shqipëria edhe për shkak të kapitullit 27, po pse më falë, çfarë pretendoni ju? Që projekti atje do bëhet pa kriteret e BE-s? Zonja deputete. Ku mund të shkoj kjo punë? Atere, ta them unë këtë, ma dërgoj një kolegë, ta them unë, që është? Thekson se Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Shqipërinë kundër veprimeve që mund ndikojnë në rrugën e saj drejt antarësimit të BE-s në kushtet e protestave kombëtare që po zhvillohen për shkak të një projekti luksoz zhvillimi në shkallë të gjerë, i cili kërcënon një zonë të mbrojtur natyrore ku jetojnë flamingot, fokat dhe ku ndodhen vende folizimi të breshkave. Mbështet në këtë drejtim kritikat e Komisionit dhe kujton se parafrimi me legjislacionin mjedisor të BE-s përfshin direktivën për shpendët dhe direktivën për habitatet, është një para kusht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Shpreh shqetësim serioz se zhvillimet e vazhdueshme brenda zonës mbrojtur Vjos-Nartë tregojnë pasojat konkrete të këtyre ndryshimeve ligjore dhe rreziqet që ato sjellin për zonat me vlerë të njohur ekologjike. Ndjek nga afër protestat masive paqësore që po zhvillohen në këtë drejtim. U bën thirrje autoriteteve shqiptare të vendosin menjëherë një moratorium për gjithë procedurat e reja të pajisjes me lej, punimet e ndërtimit dhe ndërhyrjet zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa sfuqizohen dispozitat e papajtueshme të ligjit të ndryshuar për zonat e mbrojtura në përputhje me një kërkesë të kahershme të Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, si dhe me kriteret për mbylljet kapitullit 27 dhe derisa garantohet përputhshmëria e plotë të garantohet përputhshmëria e plotë me standardet e BE-s për mbrojtjen e natyrës. Në vizon se çdo projekt në këtë zonë duhet i nështrohet vlerësimeve të plota të ndikimit në mjedis, plotësisht në përputhje me standardet e BE-s, duke përfshirë një proces transparent pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale,
shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Pra është një shqetësim, Sara. Është një shqetësim i rëndësishëm. A mund ta them vetëm një fjali? Thuaj një fjali dhe se Ne jemi në mbyllje të kapitujve, se ju e dini që jemi në negociata për mbylljen e kapitujve. Kapitulli 27, siç e thash dhe unë dhe citove dhe ti, është kapitulli që i dedikohet mjedisit. Pa u mbyllur ky kapitull ylli, Shqipëria nuk futet në Bashkimin Evropian, që do të thotë ne çdo kriter të atij kapitulli e ndjekim në çdo projekt. Ne do të ndiqet edhe në këtë projekt. Bashkë me diellën e ndiqni. Projekti dhe punimi aty Jo, nuk vazhdojmë më këtu. S'kemi kohë. Vazhdojmë këtu.